Rreshtet e Dëborës kanë nisur edhe në Shkodër, duke sjellë një rënje të lehtë të temperaturave. Qytetarët nuk kanë hezituar të dalin në rrugë dhe sheshe për të shijuar këtë pamje të rrallë. Dëbora ka sjellë një atmosferë festive në Shkodër, ndërkohë që situata paraqitet e qetë dhe deri më tani nuk ka probleme. Shkodra është zgjuar sot në rreshtet e para të Dëborës, të cilat kanë sjellë një pamje të veçantë në qytet. Bora ka mbuluar qytetin me një shtresë të lehtë të bardhë, duke i dhënë një tjetër pamje qytetit. Për shumë banor, këto rreshje janë pritur me entuziazëm, ndërsa kanë dalë në rrugët e qytetit për të shijuar Dëborën përmes shëtitjeve, fotografive dhe buzëqeshjeve. Bora i ka dhënë qytetit një tjetër gjallëri, duke kthyer këtë ditë në një përjetim ndryshe nga e përditshmja. Përveç atmosferës së krijuar, rreshtet kanë sjellë edhe një rënje të lehtë të temperaturave, kryesisht gjatë orëve të mëngjesit dhe mbrëmjes. Pavarësisht kushteve atmosferike, situata paraqitet e qetë dhe pa probleme, ndërsa qarkullimi i automjeteve dhe aktiviteti i përditshëm vjon normalisht. Autoritetet bëjnë me dije se po monitorojnë situatën, ndërsa deri më tani nuk raportohet për problematika.